Shqipëria ka pasur dikur një traditë të gjatë në kultivimin e duhanit, ndërsa sot peizazhi ka ndryshuar rrënjësisht. Nga një ranë prodhimi vendas është zhdukur, ndërsa nga ana tjetër tregu është mbushur me produkte të reja, ashtu siç janë cigaret elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe së fundmi qesit me nikotin të quajtura snus. Për të folur rreth këtyre kemi në lidhje direkte ekspertin e çështjes së duhanit, Ronald Shuperka. Përshëndetje zoti Roland. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesë. Atëherë Shqipëria dikur ishte vendi që kultivonte dhe eksportonte duhan. Sot pothuajse nuk flitet më për këtë sektor. Çfarë po ndodh realisht? Para viteve 90, ne prodhonim 27.000 ton duhan në vit, ndërsa tani aktualisht ne jemi në afër 2.500 ton. Pra kemi një rrënje të produktit të duhanit të prodhuar në vendin tonë. Dhe ky duhan 1.100 ton shkon për eksport, ndërsa pjesa tjetër ngjelet të duhan që përdoret për produktin vendas, përdorin fermerët, për nevojat e tyre personale, edhe një pjesë e tyre shitet për tregun në tregun tonë. Një tregti pothuajse e paligjshme. Dhe i vete që rreth 1.000 ton është sasia e cila shitet në tregun tonë. Ky duhan që shitet në tregun tonë shitet nga, po flas me lekë të vjetër për të mirë kuptuar më mirë, nga 15.000 lekë kilogrami deri në 30.000 lekë. Cilësia e parë. Dhe kjo hyn në tregtinë e paligjshme, mbasi shitet dhe përdoret ky produkt nga vetë fermerët edhe nga qytetarët që blejnë, që nuk arrin dot të blejnë cigaret për faktin e çmimeve të larta të paketave të cigareve, dhe kjo i shkon shumë herë më lirë dhe i vete një paket cigare, në 20 cigare, i vete me kosto 600 lekë të vjetra, që është çmimi më i lirë në nivel botëror. Le të kalojmë Në rast se po ndjes. Po vazhdo. Të kalojmë pak tek fenomeni që është sot aktualisht në Shqipëri, tek të rinj dhe konsumimi nikotinës. Shumë të rinj nuk tentojnë që për herë të parë të provojnë nikotinën klasike, por provojnë vape dhe gjëra të tjera që duken si më të pranueshme. Apo futemi në epokën ku nikotina moderne është më e përhapur tek të rinjt? Në nivel botror dhe në nivel evropian, është e vërtet që ka një parapje, ka qenë një trendi i përdorimit të nikotinës nëpërmjet vejpeve dhe më pas të ato që theksuat ju, që mbajnë në mishrat e dhëmbëve, siç është snusi ose zyni, që është certifikuar dhe së fundi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë përfundim, kjo filloi një lëvizje masive në nivel botëror, për vetë faktin sepse të rinjt mund ta fshihnin më kollaj në para prindërve të tyre, para mësuesve, para dhe opinionit publik, dhe në këtë drejtim e gjetën si më të rehatshme. Dhe ka qenë një nga problemet kryesore që shumë shtete e kanë patur shumë problem vejpin, për vetë faktin sepse nuk po e kontrollonin dot në konsumin, në përdorimin e të rinjve. Por vitin e fundit konstatohet që ka një ulje të përdorimit të këtyre veprave nga të rinjt. Dhe të rinjt i kanë kaluar më tepër produkteve të zakonshme klasike të duhanit. Edhe nga një sondazh edhe në vendin tonë, rezulton që ka një ulje të konsumit të këtyre veprave. Edhe në përgjithësi, edhe në veprat që po vinë në vendin tonë, nëpërmjet doganave, ka një ulje të numrit të përdorimit të veprave. Pra,
ai shqetësim që ka qenë në shumë shtete të botës dhe natyrisht që është shqetësim, ishte sepse mos të rinjt po kalonin direkt në përdorimin e këtyre vepeve. Por kohët e fundit ka filluar Shtetet Bashkuara të Amerikës fillon në fushata të mirëfillta, të mëdha, në drejtim të mbrojtjes së shëndetësisë publike dhe të rinjve, për dëmin që shkakton vepet në grupmosha të reja, dhe pati një ulje të përdorimit të këtyre vepeve. Njëkohësisht edhe në vende të tjera, masat që po marrin qeverit, e shullur numri konsumit të vepeve. Edhe në vendin tonë. Ligji aktualisht, që ka hyrë në parlament 2006 dhe ka hyrë në 2007 është aprovuar dhe me amendimet, ndalon shitjen e produkteve të këtyre vepeve dhe të produkteve të tjera të duanit, që të shitet të rinjve në moshën 18 vjeç. Por organet ligjzbatuese duhet të jenë më të vëmendshme në këtë drejtim, që mos të lejojnë dhe mos i shesin të rinjve këto lloj produkte, dhe njëkohësisht u bë pothuajse 2 vjet që u bë një amendim në ligjin e duanit nga 2 ligjvënës, nga zoti Braçe dhe nga një deputete tjetër, të cilët forcuan masat dhe ashpërsuan masat dhe dëshkimore për produktet e shitjes së këtyre produkteve për të rinjt në moshën 18 vjeç, nga shitësit ambulant dhe nga kioskat, edhe nga shitësit e tjerë. Megjithatë, kjo nuk ka dhënë efektin e duhur, për vetë faktin sepse organet ligjzbatuese nuk janë futur seriozisht këtij problemi. Dhe tjetra është që kjo duhej filluar me një fushat të madhe ndërgjegjësuese për të treguar dhe peshën e këtyre masave ndëshkimore të këtij ligji dhe njëkohësisht opinioni publik të rinjt, nxënësit e shkollave, mësuesët, prindërit, të gjithë ishin më të sensibilizuar. Pra, nevojitet dhe lipset fushata të mëdha ndërgjegjësuese nëpër shkolla dhe në rang kombëtar, me qëllim që t'i largojnë të rinjt përdorimit të nikotinës. Cilat janë mitet më të përhapura që dëgjoni nga të rinjt për cigaret elektronike ose vejpat dhe sa larg janë ato nga realiteti shkencor? Nuk bëhet fjalë dhe nuk duhet diskutuar që përdorimi i vejpeve, i cigareve elektronike dhe i produkteve klasike të duanit që të përdoren në moshën 18 vjeç. Këto janë veprime të cilat nuk duhen lejuar, pra prindrit duhet të kontrollojnë në mënyrë demokratike sjelljen ditore të fëmijëve të tyre, me qëllim që mos përdorimin e këtyre produkteve, që në të ardhmen këta mund të bëhen të varur nga nikotina dhe mund të jenë përdorues të rregullt të këtyre produkteve. Dhe njëkohësisht të rinjt nuk mundet të përdorin këto lloj produktesh, mbasi këto lloj produktesh nuk janë dizenjuar për këto grup mosha. Këto produkte janë dizenjuar për duanpirësit, që kanë vite që pinë duan dhe që nuk arrin do të lënë duanën. Dhe do të kalojnë në produktet e nikotinës, që janë produkte më pak të dëmshme. Pra, një konsumator duani, një përdorues duani, që ka 20 vite, 10 vite, 30 vite, dhe është në moshën 40 vite dhe lart, është në gjendje që tani po fillojnë të shfaqen sëmundjet që po le pirja duanit. Mos harrojnë që duani me djegë, duani me tym, në momentin e thithjes cigaria e zakonshme, në moment e thithjes nxjerr shkëndija që temperatura që digjet në majë të cigares është nga 850 deri 1000 gradë Celsius. Dhe vetë cigaria ka këto 3 elemente. Katran, monoksid karboni dhe nikotin. Grincat
e djegjes nga të katranit dhe të monoksidit karbonit krijojnë substanca kancerogene. Janë 40 substanca me origjinë kancerogene. Prandaj në 10 të sëmurë me kancer të moshkrimit 9 janë duhan pirës. Pra, është procesi djegjes ai që shkakton të gjithë këto shqetësimet e tjera që jep sëmundshmëri dhe që çon në ulje nivelit të jetesës deri në vdekshmëri të parakoshme të konsumatorëve duanit. Atëherë, në këto rrethana, filluan të prodhoheshin këto lloj produktesh të nikotinës me qëllim që të marrësh ti nuk arrin do të lësh duanin. Pra, unë jam një duan pirës, që vazhdoj pi për shumë vite, nuk arrit do ta lë duanin, nuk kam mundur ta lë, kam hyrë disa herë në proces që unë dua ta lë duanin, por nuk e lë dot. Kam dështuar. Dhe në këto rrethana, mjeku, punonjësi shëndetësor, nuk do ta vështroj nga lart që ky person që pi duan me djegje, me tymin e duanit, një ditë do të ketë pasojë dhe do të humbasi vite jete dhe do të ketë një vdekje të parakoshme. Atëherë në këto rrethana rekomandohet nga personeli shëndetësor që të përdorin këto lloj produkte. Pra, ky është një reduktim demi. Pra, një reduktim demi që të eliminojmë sa të mundin demin e madh që mund të krijonte djegja e duanit. Reduktimi i demit nifet të gjerë në sistemi shëndetësor. Në rast se dikush ka njolla në lëkurë, a mund t'i shmanget do diellit? Nuk i shmanget. Atëherë çfarë është? Do përdori krema me qëllim që të reduktoj demin. Dhe vetë ripat e sigurimit janë reduktim demi që përdorim në automjete. Me qëllim që demi në rast përplasësh të jetë më i vogël. Ose kaskat e motorave, ose të motocikletave, të tilla janë të tilla me reduktim demi. Kjo përbën reduktim demi, edhe në për sa i përket pirjes së duanit, duke kaluar në produkte më pak të dëmshme. Pra këto nuk janë produkte që duhet kalojnë në grup moshat e reja, të rinjt është e vërtet që kanë atë trendin që krijojnë personalitetin e tyre në grup mosh kur janë në adoleshencë, duan të jenë të pavarur, imitojnë artist, futbollist, sportist, duan të imitojnë, duan të sfidojnë, duan të jenë të pavarur, dhe në këtë drejtim përdorin këto lloj produktesh. Por asnjëherë këto lloj produkte të duanit, qoftë edhe produktet e ashashit, qoftë edhe produktet e pijeve alkolike, të rinjt provojnë dhe duan të provojnë dhe duan të sfidojnë. Dhe në këtë drejtim, ky është gabimi i madh. Prandaj është marrëdhënia shumë më afërt që duhet të kenë prindrit me fëmijët dhe nuk do të përdoret në formë urdhri, në formë ultimatumi që nuk do të përdorosh, nuk do të pish duan, nuk do të pish lloj produkte në rast se merr vesh prindi që fëmia pi. Jo, do të bashkëpizetoj, do të qartësoj det, do të sqaroj çfarë përfiton ti nga pirja e duanit dhe çfarë dëmesh ti jep. Atëherë në këto rrethana është edukimi i familjes, marrëdhënia shumë e afërt që duhet të ketë prindi me mësuesin kujdestar. Në rast se ne do të kontaktojmë me një mësues kujdestar, me një mësues shkolle, do t'i themi pa të rinj dhe të reja pinë në klasën tuaj duan, vetëm 1 minutë të kërkon kohë dhe të thëj llogarit me banka. Në bankën e fundit pinë kaq, dhe thot ky është numri që pinë. Pra në këtë drejtim, marrëdhënia dhe bashkëpunimi prindër me mësuesit kujdestar do ishte një gjë shumë e mirë për të reduktuar pirjen e duanit në moshat e reja. Prandaj dhe të theksoja
që nuk bëhet fjalë para moshës 18 vjeç, nuk është një moshë që ti mund të marrësh vendime serioze dhe në këtë drejtim në mënyrë absolute që nuk duhet të bëhet fjalë për shitjen e këtyre produkteve dhe për përdorimin e këtyre produkteve. Është e vërtetë që ajo që po ndodh me gjeneratën Z, në uljen e konsumit të alkoolit, shpresojmë që të ndodhi edhe në përdorimin e konsumit të duhanit, qoftë edhe të tashashtë. Sepse ka dhe një tendencë në adoleshencë, në grup moshat e reja, ka një përqindje shumë e madhe që përdorin dhe hashashin. Deri para pak vitesh, shqiptarët nuk e kishin dëgjuar kur snus. Sot shumë nxënës, jo vetëm emrin që ja din, por din edhe markat e snus. Si ndodhi kaq shpejt? Pse të rinjtë konsumojnë snusin? Çfarë u sjell snusi? Dhe a krijon varësi, duke qenë se i konsumojnë gjatë orëve të mësimit, në palestër, kudo që janë? Është vërtet kjo që ju po theksoni, dhe snusi u përdor për të parë në Suedi, edhe pse Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e rekomandoi përdorimin e snusit, qeveria suedeze i dha një zhvillim shumë prioritar përdorimit të snusit, duke larguar konsumin e duanit me djegje. Dhe politikat që bëri qeveria suedeze ishin politika që rritën çmimet e duanit me djegje, bën vështirësi në aksesimin e këtyre produkteve me djegje dhe njëkohësisht krijuan çmime dhe reklame lehtësuese për snus. Por asnjëherë nuk krijuan rrethana lehtësuese dhe të aksesueshme për grupmoshat 9-18 vjeç. Snusi në Suedi mori zhvillim dhe hovë, dhe për vetë faktin sepse suedezët po i largoshin pirjes së duanit. Revolucioni që ka bërë Suedia, 10 vitet e fundit, ka arritur rezultate që janë përgjysmëruar sëmundjet kardiovaskulare në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian. 40% janë ulur kanceret e mushkërive duke u krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian dhe është ulur sëmundshmëria në këto grup mosha për vetë faktin sepse niveli përqindja e konsumit të duanit, prevalenca e pirjes së duanit në Suedi, arriti në 5%. Pra në rast se Bashkimi Evropian sot prevalencën e pirjes së duanit e ka 23%, Suedia e uli në 5%. Është ndër vendet lider, vetëm duke përdorur snusin suedez, atë formën e çemçakizit, duke vendosur midis gjengivës së sipërme dhe buzës së sipërme, me qëllim që me arrin nikotin dhe duanpirësit nuk kërkojnë që të pinë, domethënë të konsumojnë duan me djegje. Ndërsa grupmoshat e reja, e vërtetë është që përdorën disa figura në nivel botëror ose Halland, gjatë kohës së ndeshjeve po përdorte të snusin suedez që po e mbante në gojë, edhe u bë si mod në grupmoshat e reja që po e fillonin të punë dhe është e tillë që nuk të krijon probleme që mban aromë, manerë, nuk të shohin prindrit, mësuesit dhe gjitha me radhë. Pra, Suedia është vendi i parë që përdori snusin dhe së fundi ka dalë dhe produkti tjetër zynë, që nga
Federata Amerikane u licensua si si produkt më pak i dëmshëm në dhenjë e nikotinës dhe që është një produkt që të ndihmon për lënien e duanit. Këto lloj produktesh për lënien e duanit, produktet e reja të nikotinës, me të drejtë i theksuat ju, u përqafon shumë nga disa vende të zhvilluara në nivel botëror. Britania e Madhe në 2023 shpërndau 1 milion vape falas, duke dhënë vape për të gjithë duanpirësit që përdorin duan me djegje dhe që kishin rënë dakord në kontratë, që lëshuar një kontratë pranë bashkisë, pranë mjekut të familjes në aty ku kishin lokacionin, që një vitërisht ne pranojmë që të përdorim vape, kundrejt që mos të përdorim produkt me djegje. Dhe qeveria britanike shpërndau për 1 milion duanpirës me djegje, shpërndau falas vape për një vitërisht. Dhe rezultati ishte që një përqindje madhe, 36% brenda 6 muajsh arritën që të linin duanin me djegje dhe njëkohësisht ka patur rezultate që është ulur në 11.8% niveli i prevalencës së pirjes së duanit në Britaninë e Madhe. Ose për ta saktësuar me numër duanpirësish, sot në Britaninë e Madhe 5.1 milion duanpirës përdorin produktet e duanit, produktet e nikotinës. Këto produktet të reja që theksuat ku i vapet, ku i në produktet e tjera, snusi, të gjitha dhe duani me ngroje, siç janë produktet e ajkosit. Ndërsa 4.9 milion janë duanpirës që përdorin duan me djegje. Pra ky është raporti i duanpirësve, i përdoruesve të nikotinës në Britaninë e Madhe. Japonia pati një ecuri shumë të mirë në përdorimin e këtyre produkteve të reja të nikotinës dhe tamam Japonia e ka ulur në 11.9% prevalencën e pirjes së duanit. Një rast interesant është Zelanda e Re, e cila mori masa shumë të ashpra për ndalimin e këtyre vapeve, që mos të përdoreshin dhe të jepeshin nga farmacit, nga mjeku i familjes me recetë dhe të shpërndajnë në farmaci. Filloi një tregti e palishme, rezultate nuk pati, niveli i pirjes duanit ishte përsëri ende i lartë dhe menjëherë kaloi në masën e kundërt, duke lejuar këto lloj produktesh, duke filluar dhe snusin suedez dhe në këto rrethana sot është me 6.8% të përdorimit të produkte duanit me djegje. Pra ka patur rezultate në këtë punë. Vendet e zhvilluara kanë filluar që të përdorin më tepër produktet e reja të nikotinës. Por këto produkte përdoren vetëm në rastet kur ti nuk arrin dot të lësh duanin dhe me që ti nuk mund të lësh dot duanin, ke sukses, atëherë ti duhet të kalosh në produkt më pak të dëmshëm për të reduktuar dëmin. Për të lënë duanin është një proces i vështirë, nuk është e lehtë për vetë faktin, sepse ti mund të ysh të lënë në duanit, po përqindjet për të arritur, për të lënë vetëm me vullnet, është shumë e vështirë. Ti mund të ysh një proces, mund të aprovosh 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, edhe deri në 7 herë, por një duanpirës që është duanpirës i rregjur në kuptimin që pi cigare prej shumë vitesh,
që ty në proces të aprovoj 6 herë, 7 herë, do thotë që do 2 vite me ndërprerje këtë punë, nuk kanë as të vullnetin, as interesin në këtë drejtim, dhe në këto rrethana rekomandohet që të rekomandojmë këtyre adultëve që të kalojnë në produkte më pak të dëmshme derisa të arrijnë të lënë duanin. Pra, përdorimi i këtyre produkteve ecën krah për krah me lënien e duanit. Pra ti do vazhdosh të përdorësh këto produkte, zgjedhë ta bësh vetë ato produkte që ti je binde që do të ndihmojnë lënien e duanit, deri në momentin sa ti ndash përfundimisht lënien së duanit. Do theksuar që duan të mirë nuk kanë, pra të gjitha llojet e nikotinës dhe produkte të tjera. Në këtë drejtim nuk rekomandohen këto produkte të reja nikotinës, ashtu siç nuk rekomandohen për grup moshat e reja në 18 vjeç, nuk rekomandohen për personat që nuk janë përdorues duani. Pra, nuk rekomandohen për ata që nuk konsumojnë duan. Rekomandohen vetëm për ata që nuk arrin të lënë dot duan. Por masat që kanë marrë shumë shtete të tilla dhe për ndalimin, edhe Franca mori masa dhe shtete të tjera kanë marrë masa, do merrte masa dhe Gjermania, ka patur një tregti të palishme të këtyre vepeve. Afërsisht ka qenë 6,8 miliard euro tregti e palishme këtyre vepeve. Një shtet dhe një qeveri që merr masa për të ndaluar këto vepe, atëherë fillon tregtia e palishme. Dhe fakti është në rast se do vazhdoj ndalimi i vepeve në disa shtete, tregtia e palishme në rajon evropian do vijë deri në 10 miliard euro, dhe të gjitha këto produkte vijnë nga produkte të Kinës. Nga Kina. Por për sa i përket tani, në qoftë se mund të flasim dhe për çmimet e paketeve të cigareve menton dhe për akcizat. Ka do jetë interesuar? Më thonë nga regjia se nuk kemi më kohë. Do të ishte kënaqësi të ishe në studio dhe të bisedonim pak më gjatë rreth këtij fenomeni që po ndodh, po përhapet çdo ditë më shumë në Shqipëri. Zoti Roland, më falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe, është kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.